Janë vepra që japin gjallëri, në to qelin lule, rrezatojnë jetë ku bimësia e insektet qojnë krye. Toka mban titullin Ekspozita e hapur të martën mbrëma në Galerinë Qahili në Prishtinë. Në kalendarin pagan, 6 maji është kryet e motmotit dhe festohej Shëngjergje. Dikur më shumë e tash më pak i bëhej mirëseardhje verës, ditëve kur behari ka plën peizazhet dhe çdo gjë bëhet e gjallë. Por te Qahili kësaj radhe është edhe feste një tjetër motmoti, ati të 12 prej kur është hapur ky ambient alternativ i artit pamor në kryeqytet. Qëllimshëm ekspozita është hapur me veprat e themeluesit, piktorit e profesorit universitar Eshref Qahili. Njihet për të kaltrën e tij që haset shpesh te veprat e punuara ndër dekada. Çështjet sociale, historia e vjetër dhe e re e Kosovës kryqëzohen në punimet e Qahilit. Karakterizohen me një dozë optimizmi edhe kur në to paraqiten ditët e vështira që kanë goditur jo rrallë këto anë. Por në ekspozitën e tanishme ka zgjedhur që të merret veç me ringjalljen që ndodh në prag të verës. Me titullin e kësaj ekspozite Toka e ku marr nga 6 maj. Tu pas parasysh që e kam informacionin se me 6 maj është ditë e verës, ku çdo gjë që është e nën tokë del mbi tokë. Do të thotë çdo gjallësë që është e gjallë del mbi tokë, lulëzon. Pra një mënyrë toka. Kështu e kemi quajtur me nita. Dhe kjo lidhës si titull, anë tjetër, këto punë që po shifën në ekspozitë, ju mundu t'i përzjedh punimet të cilë kanë lidhe me jetën, kanë lidhe me frymëzimin, me jetën, po të me ajrin, sikur se lulet, pejsazhe, pastaj bubreca, snegla, bubreca, zogj e kështu me radhë. Ateljeja ishte ëndra e tij fillestare për të kaluar pastaj edhe te galeria. Kjo ka qenë ëndra ime pas një studio me ta thënë të drejtën, por me qenë se bora hapësinën, i bona 2 hapësira, do të kisha mundësinë me qenë studio atele dhe të njëjtë me pas galeri, me pas mundësi për pas punëve të mia me ekspozu, por me pas mundësi me ja mundësu edhe miqve të mi edhe shokëve, por edhe jashtë rrjetit tim të ngushtë me pas mundësi me ekspozu të njëjtë kohë. Me një mënyrë këmë dashë me kontribu edhe Prishtinës për prezentimin e artit, për zhvillimin e artit e kështu me radhë. Pra, do të me qenë një qendër, si zakonisht në për galeria, vinë artistat dhe vend kontakte me artista. Dhe kjo është e mira e ekspozitave. Pra, unë këmë dashë me qenë dhe këmbojt do të me këtë synim që kjetë një pik takimi për artista vendor dhe të jashtëm. Besoj edhe shpresoj që unë këmbohet diçka të mirë të 12 viteve, të pas parasysh që janë dikun afër 100 ngjarje, ekspozita kolektive dhe personale, dhe një numër i madh i artistëve që kanë marrë pjesë, qoftë vendor, qoftë të rajonit apo të botës. Dhe është ndjenjë e mirë. Thjesht festosh 12 vjetorin, ishte ndjenjë e mirë. Ishte ndjenjë më mirë, ma e gëzushme, se sa me festu them kështu datë linjën tënde ose për vjetorin tënd të linjës. E bia e tij, Nita Qahili, menaxhon galerinë. Ajo ka thënë se kur e kanë hapur atë, si kanë menduar për vjetorët. Është një ndjenjë bëjë interesant që nëse jetë pjesë që ati procesi keme mujtë me po ju domosdoshmërisht me ditë me shpjegu. E kështu që po, ka qenë një proces shumë i mirë, me shumë luhatje, qoftë të pozitive, qoftë negative, po në fund ditës, kur jena mundu me arrit me boqat tonën, jena ndohet të i për të knaqëm. Se pa marrë parasysh ka të që ka qenë qoftë negative, jena mundu me të i kalim që ato. Edhe se kena luat me në arzu se ta kishim leju, se kishim festu, si shumë posë që të festu që 12 vjetorin që veç e kena. Themelimin e galerisë, fotografi Burim Myftiu e ka përshkruar si një dashuri e familjes Qahili dhe vetë Eshref Qahilit për artin. Sipas tij, vetëm një sakrificë e familjes mund të krijojë një galeri.
kjo lindi nga dashuria, jo nga ndonjë investim financiar apo komercial. Mirë po, sot Galeria Qahili është qerdhe e artistëve të ri dhe këtu bëhen ekspozita prej artit bashkohor deri në ekspozim të librave dhe të DJ-ve dhe muzikës alternative të Kosovës, që është në nivel botëror. Galeria Qahili është një vend, mund të them një mek e artit në Kosovë, krahas galerisë kombëtare dhe galerive muzeumeve tjera që janë të qytetit. Galeria Qahili këto ditë pret vizitor me punimet e themeluesit. Pas përvjetorit të 12, ekspozitat e radhës janë në ardhje. Galeria mbetet hapësira alternative që pasuron skenën e artit pamor në Prishtinë, e kryqëzon ato me vepra ndërkombëtare dhe i jep ritëm jetës artistike.